jemi duke analizu të prit një raport pak më detaj për gjithë menaxherave, në mënyrë që ta shohmi rrugën se si do të vazhdojmë. Mund të ndodhë që edhe të shkëputen këto kontrata dhe bëhet një kontratë e re, në mënyrë që me përmbyll, për shkak se edhe ka pas riformatimet kontrata dhe janë disa pozicione që janë pjesë e kontratës, këto pozicionet finale. Kështu që jemi duke analizu se si të veprojmë mënyrë që ta përmbyllim këtë projekt. Janë kontrata të vjetra, çmimet janë shumë të lira, atë kohën kur ka qenë ky 20% që është vizu shumë pak, edhe operatorët ekonomik të kanë të vështirë edhe me punu me çmimet që i kanë pas në kontratë. Tash pjesa e gërmimeve këto kanë përfundu, ka pas probleme tjera në rshitje, në ujëra, në toksor që na kanë dalë në trase, është dashtë me i riprojektu, me i ato ujëra në toksor që kanë dalë në trup të rrugës, e shumë probleme tjera.